Reperja e njohur Taina ka zbuluar së fundmi një anë më personale të saj, duke treguar se është një ndjekëse e rregullt të spektaklit shumë të komentuar Ferma Viv. Artistja, e cila shpesh herë është në qendër të vëmendjes për projektet muzikore dhe stilin e saj të veçantë, kësaj here ka zgjedhur të ndajë me publikun edhe preferencat e saj televizive, duke surprizuar fansat. Ajo që ka tërhequr më shumë vëmendje është fakti se Taina ka një simpati të veçantë për një nga figurat më të diskutuara të këtij sezoni, poeten dhe intelektualen Mimoza Ahmeti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, reperja ka ndarë një video të saj nga spektakli, duke e shoqëruar me disa fjalë të sinqerta dhe plot admirim, të cilat nuk kanë kaluar pa u vënë re nga ndjekësit. Në reagimin e saj, Taina ka vlerësuar hapur natyrën e lirë dhe autentike të Mimozës, duke theksuar se ajo është një personazh që nuk ndjek rregullat e zakonshme dhe nuk ka frikë të shprehë mendimet e saj pa filtra. Sipas artistes, pikërisht kjo e bën atë një figurë të rrallë dhe frymëzuese në një realitet televiziv ku shpesh dominojnë strategjitë dhe imazhi i kuruar. Në mbishkrimin e videos, Taina është shprehur në mënyrë spontane dhe mjaft të drejtë për drejtë. Kjo gru mu ka bë inspirim. Kur të rritna, mundësisht du mu bo si Moza. E du. Këto fjalë kanë ngjallur menjëherë reagime të shumta në rrjet, ku fansat kanë komentuar jo vetëm mbështetjen e saj për Mimozën, por edhe sinqeritetin dhe thjeshtësinë e mënyrës se si ajo e ka shprehur admirimin. Postimi është shpërndar gjerësisht në platforma të ndryshme, duke hapur diskutime mes ndjekësve të spektaklit dhe fansave të artistes. Disa e kanë përgëzuar Tainan për zgjedhjen e saj, ndërsa të tjerë kanë nisur debat mbi figurën e Mimoza Ahmetit dhe rolin e saj brenda Ferma Viv. Ky moment tregon edhe një herë ndikimin e madh që kanë personazhet e këtij formati televiziv në publik, por edhe mënyrën se si figura të njohura si Taina mund të ndikojnë në perceptimin dhe mbështetjen për banorët e tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.